ky është një katror dhe kemi trekëndshën barabrinjës brenda katrorit. Kur është trekëndshi barabrinjës, të treja brinjët janë barabarta, dhe do të thonë çdo brinjë e trekëndshit është barabartë me brinjën e katrorit. Kur një trekëndsh është barabrinjës, këndet e brendshme janë barabarta, dhe nga që dim që shuma e këndeve të brendshme të trekëndshit është 180 gradë, e pestojmë me 3 dhe gjejmë secilin kënd. Këtu kemi kënd të drejtë, kështu që me që këndi i trekëndshit është 60 gradë, ajo që ngel është 30 gradë. Kur gjejmë trekëndshin tjetër, ne thamë që kjo brinja këtu është e barabartë me këtë brinjën këtu, kështu që ky trekëndshi dhe ky simetrik me këtë parin janë të dy brinjishëm. Kështu që këto këndet janë barabarta. Nga 180 heqim 30, pestojmë me 2 dhe del që këndet këtu janë 75 gradë. Kur ky këndi këtu është 75 gradë, me që kjo është këndi drejt, katrori, ajo që ngel me 90 gradë dhe është 15 gradë. Edhe kjo këtu po është 15 gradë, dhe nga 180 po të heqim 30, del që ky këndi këtu tek toja të jenë 150 gradë.